Pas verës më të vështirë për flakët në vitet e fundit, kryeministri Edi Rama riktheu idenë e sigurimit të detyrueshëm të banesave dhe bizneseve. Në një takim falendërues me forcat e emergjencës civile që u angazhuan në shuarjen e zjarreve në Gramshë dhe Delvin, Rama njoftoi se Shqipëria do të duhet miratoj për herë të parë një ligj që do të bëjë të detyrueshëm sigurimin ndaj fatkeqësive natyrore. Ka ardhur koha që t'i bashkohemi të gjitha vendeve, duke i dhënë mundësi të gjithëve që për një kontribut modest të mund të jenë të siguruar nga fatkeqësitë. Dhe këtu nuk është fjala vetëm për shtëpitë, sepse siç e dini të gjithë, tek shtëpitë nuk i kemi lënë asnjëherë askujt asgjë bankut, por është fjala edhe për sipërmarrjet, për njësitë e biznesit, të cilat duhet sigurohen edhe nga përmbytjet, pasi koha në cilën jetojmë, siç e shihni të gjithë dhe siç e shohim të gjithë në mbar botën, po në çdo pjesë të Europës, është një kohë ku ndryshimet e klimës po sjellin gjithmonë më shumë pranë pragut të shtëpisë sfidat e mëdha të fatkeqësive natyrore dhe të emergjencave civile, ku janë përmbytjet, ku janë edhe zjarret. Rama paralajmëroi gjithashtu një tjetër masë të fortë për zonat e djegura, ku nuk do të lejohen ndërtimet për të paktën 30 vjet për të shmangur zjarrvënjet me qëllim lirimin e tokave për ndërtim. Nuk ka pemë aty, kështu që kjo është toka ime dhe unë dua të ndërtoj. 30 vjet do të ndalohet dhënia e lejes së ndërtimit dhe ai territor do të rimbillet. Dhe për këtë jemi duke punuar me Ministrinë e Mbrojtjes për të sjellë edhe dronët mbjellës që janë një forcë e re e teknologjisë që ndihmojnë në ripërtritjen e territoreve të djegura, gjë për të cilën është përfshirë edhe Ministria e Mjedisit drejt për drejt. Ju falenderoj vërtet shumë për të gjithë punën që keni bërë, ju që jeni këtu. Falenderoj në mënyrë të veçantë Zjarfiksit që i shoh në këmbë atje. Ju siguroj që jemi shumë të vetëdijshëm edhe për sfidën, edhe për vlerat e mëdha të shërbimit ndaj vendit që ju keni promovuar përmes rolit tuaj në këtë përballje edhe këtë vit. Vetëm këtë verë, mbi 200 banesa dhe 10 hektar pyje e pemtari u shkatruan nga flakët për disa qargje të vendit. Qeveria paralajmëron se pas ligjit të ri asnjë pasuri e pasiguruar nuk do të kompensohet më nga buxheti i shtetit në rast fatkeqësish.